Zoti Rama, jemi në mbyllje të një viti të rëndësishëm, një vit me ngjarje edhe historike për Shqipërinë, por dhe me zhvillime të trazuara politike. Në mënyrë të përmbledhur, cili do të ishte bilanci i Partisë Socialiste në këtë vit? Besoj se është një bilanc që nuk mund të shkëputet dot në bilanci i përgjithshëm, që sipas meje ka në qendrën e gravitetit vet fatkeqësisht zgjedhjet e deformuara të 28 qershorit, të cilat u kthyen nga një shans historik për të mbyllur një epokë zgjedhjesh të deformuara, të kontestuara, për të hapur një epokë të re për një vend tashmë antar në NATO, në një shans të humbur që solli të gjitha pasojat që pam gjatë gjithë këtij viti, me një krizë politike që thellohet, për më tepër në kontekstin e një krize ekonomike, e cila u fsheh kokëforcisht në fillim të këtij viti nga kryeministri dhe qeveria e asaj kohe, dhe që tani po plas në familjen shqiptare si një bombë, pasojat e cilës do të ndihen shumë fort veçanërisht në gjysmën e parë të vitit tashëm. Të ndalemi në zhvillimet e fundit, praktikisht kemi dy palë me qëndrime të cilat vetëm sa largohen dhe ku një kompromis i mundshëm gjan gati i pamendueshëm në situatën e krijuar. Cili do të jetë qëndrimi i mëtejshëm i Partisë Socialiste? A mendoni se rrezikohet me një përsëritje cikël testash që ato të zbehen, për sa kohë nuk shihet se po arrihet diçka? E quaj fatkeqësi trajtimin e kësaj çështje si një çështje mes dy palësh që bëjnë jetën e tyre në skenën e një politike të shkëputur nga qytetarët, sepse besoj që kauza që ne kemi përqafuar është kauza e çdo qytetari që dëshiron një Shqipëri të lirë në të gjitha aspektet, që dëshiron një Shqipëri ku çdo gjë të jetë e mundur për çdo, dhe mbi të gjitha ku barazia përpara ligjit të jetë një kusht i pandryshueshëm ndaj cilit do. Dhe në këtë kontekst besoj se ka një defekt serioz në trajtimin e kësaj çështje nga një këndvështrim i distancuar, sipas të cilit këtu fjala është për dy palë që nuk po arrin dot të gjejnë një kompromis, ndërkohë që kompromisin vetvete nuk mund të jetë një marrëveshje, e aq më pak një pazar në dëm të asaj që duke e gjykuar kështu ju mund ta quani pala e tretë, por në fakt është pala që unë besoj se përfaqësojmë në këtë betejë, që është populli shqiptar, që janë qytetarët dhe qytetaret e këtij vendi, të cilët nuk duhet të jenë viktima të asnjë lloji kompromisi në thonjza, që nuk do të zgjidhte një herë mirë problemin e zgjedhjeve, që nuk do të zgjidhte një herë mirë problemin e qëndrimit të barazlarguar dhe të barabartë ndaj ligjit e me ligjin të atyre që përfaqësojnë popullin, qofshin majtas, qofshin djathtas. Sepse në të kundërt do të kishim një situatë ku do të mbuloj ajo që është e vërteta që zihen në çdo proces zgjedhor e pastaj në çdo proces qeverisës në Shqipëri. Sepse problemi i lirisë dhe ndershmërisë zgjedhjeve nuk është thjesht një problem vetvete, por është burimi i shumë çka e ndodh më pas me lirinë dhe me ndershmërinë e konkurrencës në një sistem të konkurrencës. Dhe në rast se sot ne nuk kemi konkurrencë, po kemi kontroll mbi konkurrencën, kjo është një pasojë, kjo nuk është një shkak. Ashtu si kundër nga ana tjetër, në rast se sot kemi
të gjitha arsyet të themi se në Shqipëri ka rënë shteti i drejtës dhe se gjerja e drejtës nëpërmjet organeve përkatëse të drejtësisë është më shumë se asnjëherë një çështje fati dhe jo një çështje objektiviteti kushtetues e ligjor, përsëri kjo është një pasojë dhe nuk është një shkak. Megjithatë, ka një moment konkret. Ju kërkoni zgjedhje të parakohshme. Për sa kohë nuk hapen kutit. Si do të arrini ta realizoni këtë? S'pari njëherë ne kërkojmë hapjen e kutive dhe hapjen e kutive si element themelor i një procesi hetimi që do të bëjë transparencën e plotë të zgjedhjeve të shkuara, jo për të korrigjuar zgjedhjet e shkuara, po për të mos lejuar që zgjedhjet e ardhshme të deformohen njësoj si deformohen të shkuarat. Dhe këtu nuk ka asgjë që pengon Parlamentin, i cili është sovran për të vepruar shpejt dhe drejt e në thelbin e çështjes duke hapur kutit. Theksoj se s'ka të bëj fare ky fakt, pra i hapjes kutive nga Parlamenti me vendimin e gjykatës apo me vetë pushtetin gjyqësor, sikundër pretendohet në mënyrë abuzive dhe tërësisht spekulative nga palët tjera. Këtu jemi duke folur për thelbin e demokracisë dhe nuk jemi duke folur për një lojë interesash apo për interesa në lojë. Zoti Rama, megjithatë mos gaboj, në 10 tetor, protestën e 10 tetorit ju ofruat një projekt ligj i cili do të ishte propozimi juaj për zgjidhjen e situatës dhe mënyrës së hapjes së kutive. Të nesër ju thatë që ai ishte firmosur nga mbi 10.000 vetë, po nuk është parë më, çfarë ndodhi? Cili ishte fati i tij, pse u bë? Ai është një projekt i cili pret kohën e dur për të bërë një opsion në tavolinë. Duke ndarë në një moment konkret, ndoshta është element ansor për ju, por do të shkojnë të paktën për të bërë betimin deputetët e Partisë Socialiste në Parlament.